Jemi rikthyer në Shizon Air, jemi me Arnoldin dhe tani kemi një pyetësor me Spec Arnold, se ne kemi shumë qeft ju nga të ftuarit që vinë këtu tek ne. Dhe do filloja direkte me kush është konkurrenti më fake në përputhjen sipas Arnoldit dhe ai më i sinqerti. Po ty më përgjithësi gjithë fake janë. Kush është më fake? Po më i sinqerti. Në një apo la sinqerti është vështirë kur kanë interes mes, atë është bën sinqert ato. Po mirë, po aktori më i madh që ti do jepje kupon, kush është? Aty, përveç meje. Aktori sezonit. Përveç teje. Se dhe ti që ke një aktor? Mund të themi aktor jo profesional, amator. Okej, amator, por që i jep edhe kupë këtyre. Po, kujt do ja jepi? Na thuaj një emër. Mashkull apo femër? Në të dyja. Kjo ishte deklaratë shumë e fortë. Që nga një aktor. Aktor është Ibrahimi. Po nga gocat? Nga gocat është Katerina. Bashkë me Arnoldin. Ne jemi me çmimi model. Atëherë sprit. Te gocat është Amo. Mund të jetë për shembull Stelina. Stelina. Jo, nuk është Stelina. Prit. Mund të jetë jo Marcela është. Marcela. Arnold, cili është konkurrenti më flirtues ose flirtuese? Flirtuesi është Bujari. Bujari. Të dy në një gojë. Po, e gjithmonë kur vjen ai gocë i shkon nga mrapa, gasmon e bën. Betaj hajde se lëndon më për maçik. I shkon kështu. Po nga gocat, kush është për më shumë atë flirtin? Marcela. Flirton dhe jo. Kush është? Po më pëlqen një gjë flirtojmë, pse jo? Nisë se ti ke pasur edhe komunikim. Me kë? Me Marcelën, keni bërë edhe video, po. Dikur njiheshim para 7 viteve. Po. Pse tani nuk njiheni më? Tani bën sikur s'm njihesht, se. Arnold, me cilën nga vajza? Mua jo, pse s'm zgjodhe mua, po zgjodhe Katerinën tha. Shiko. Katerina e di këtë gjë? Drama nga më përpara. Nga e shkuara. Arnold, me cilën nga vajzat nuk do të kishe dalë kurrë në takim? Po më thema, nuk do dilja me asnjërin, vetëm me Katerinën the çfarë. Mund të jesh pa koherent, të lutem. Po e tha, vot njëra tha, jo me gjithë. Po njërin që nuk do dilje kurr. Me Inën për shkakun. Po me Inën nuk do dilje. Jo. Po mirë. A mendon se ka ndonjë konkurrent aty që ka xhelozi të brendshme, qoftë për jashtë? Një konkurrent që ka xhelozi? Po. Për kundrejt teje, kundrejt lidhjes me Katerinën. Ka shumë se unë i kuptoj njerëzit kur xhelozojnë për shembull në mënyrën si. Më thuaj njërin, emrin. Njëri është vështirë ta. Po dy pra atëherë. Është xhelozi. Do të thënë e kam pasur me radhë xhelozin, pastaj e kanë hequr. E kam marrë tjetër, Më shumë në fillimet tuaja, se fillimi ishte me Kesin. Kesi ishte shumë xheloz. Tani tha që ngelen miq. Po mirë, cili konkurrent ndryshon 100% kur fiken kamerat? Mos harro aktorët që përmendë që parë. Mund të jem unë për shkakun. Wow! Ai po flet në rreshta, po ju s'po merrni vesh. Kush vuan më shumë për vëmendje? Ose më saktë, kush jeton për vëmendje? Si goca, si çuna. Një emër. Tani ka. Ti di shumë mirë. Ka njerëz aty brenda në grup, në program, që vinë shpenzojnë shumë lekë, unë se kuptoj, që vinë nga Italia, nga Greqia, kam shpenzuar shumë lekë, edhe për çfarë? Për të marrë çik famë. Unë këtë dhe kisha bërë kurrë për shkak. Po kush janë nduana? Jetojnë këtu, pagojnë shtëpira, jo ushqimi, jo këto. E normalisht. Edhe mendoj që Ibrahimi, a është në Itali? Po Ibrahimi që i pëlqen. I pëlqen vëmendja. Ma ka thënë vetë. Cili ose cila të ka dhënë energjinë më të keqe që ditën e parë? Sa mendosh kjo gjë? Se nuk e di, nuk e kam menduar ndonjëherë këtë. Po mirë, energji negative, s'e kam menduar ndonjëherë. Të hym pak në më funny. Kë do bëje çift vetëm për humor. Një çift tjetër? Po, të krijoj një çift që mendon se do kishte shumë humor. Do qeshje ti to, ta jashtësh. Unë vëtë me ato nuk qesh tot, nuk e di. Nuk ekzistojnë. E unë kam një pyetje. Përveç me dhe Katerinës nuk ka tjetër qesharak aty. Okej, kush është ai personi na ju aty që bën atë dramën për dramën më të vogël e zëm?
personi nga Si goca si çuna. Dramatiku i Kush është ai dramatiku. Sa të vështira i pasi. Është e vështirë sepse nuk është se i kam studiuar mirë. Nuk ka se po ruhesh pak sepse nuk e qef të krijosh atë mbetje. Jo, fare. Je drejt për drejt kështu se ke problem. Dramatiku është Кейsi pak dramatik. Është shumë. Po pse se thua, duhet ta them Po unë jo, që ta do thua të themi ngela duke përmend kesin, përmend këtë tjetër. Po jo, mundsinë e ke. ti nuk ka se do të alternosh. Kush është dramatik? Kush Do të është? thënë vazhdon e prap të dalë kjo ajo e vetja. Unë do me ditë cila është goca që i për ty ndryshon më shumë, që domethënë përdor tepër filtra nga rrjetet sociale në realitet. Që mashtron pak njerëzit nga rrjetet Nuk është sociale. Instagram kjo goca dhe ndryshe është. Unë për ja diku tani është futur kjo Vlora. Një konkurrent e re. Përdor shumë filtra. Dëgjoj tani. Kjo fillim tha që un kam marrë këtu gjej burr. Po ndërkohë që momentin që filloi duke tregu dhe çfarë pëlqente këtë meshkujt ishte komplet ndryshe. Nuk po flas për këtë aspekt. Un po flas për një filtr që të shgënjen kur ti e takon nga afër. Edhe pash accountin unë ishte account tjetër komplet. Ja account që nuk ishte një fare për gjetur burr, ishte një prezantuese në Londër ose në Kuabita, se vinte si internacionale. Në sezonin tim. Vinte si person internacionale edhe. Në sezonin tim. Edhe më bëri pak kurreshi, tha si ka mundësi tash me prit tjerë. Në sezonin tim ishte një gocë që e shihnin në rrjetet sociale dhe thonin do shkoj për këtë në përputhen. Po. Pastaj nuk e gjeshin sepse ishte diçka në Instagram dhe në realitet nuk ishte po e njëjta. Un po flas për këtë gjë. Kjo goca që sapo ka shfutur Vlora për ty. Jo, un po flas me një pikë tjetër, jo për këtë. Jo, e kam te pamja. Që si maset mashtron pak njerëzit nga Instagrami. Te pamja po. Kush mendon se është çifti më i rrem në program? Çifti më i rrem. Marcela dhe Indriti janë më tremët. Domethënë mundohen bëjnë rrinë te shtëpia për shembull, bëjnë plane çfarë do bëjmë nesër, por nuk bëjnë plane ndjenjash se Dhe me kaq shumë pikpyetje që ne i kishim dhe na i la se shumë pak përgjigje na dha. Vërtet sa na shpoj. Ne erdhi fundi i sezonit. Po. Unë do të rri akoma. Po ti hajde ne kemi muhabetin. Lëre përputhen Arnold dhe hajde këtu. Po, se kemi një vend bosh, shiko aty te Livia. Lejohet mashkullim midis femrave? Mos na vjen Katerina pastaj. Se programi është She's on Air. E bën She's on Air. Arnold është shumë kënaqësi që ishe pjesë e jona, e shijuam vërtet shumë bisedën me ty. Dhe vajza, e dona gjithashtu edhe me ty ishte një kënaqësi ta ndanim sot studion. Vajza, me ju do jem përsëri, ju dua shumë dhe juve, ishte kënaqësi që na dëgjuat dhe na ndoqët deri tani, shihemi në Tatat e Radhës. Paçi. Paçi.